E nderuar ambasadore e Ukrainës, zonja Larisa Dir, të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe mediave, të dashur qytetar, të pranishëm, miq dhe bashkëpunëtor. Është nder dhe përgjegjësi për mua si kryetar i komunës së Çajirit që sot të flas para jush në këtë ceremoni domethënëse, një ngjarje që nuk ka vetëm karakter përkujtimor të vlefshëm. Vendosja e skulpturës Kujtim i hidhur i fëmijërisë në parkun Ukraina është një akt i thellë simbolik që tejkalon kufijt kombëtar. Ajo na kujton se fëmijët të pafajshmit më të brisht të çdo shoqërie kanë qenë dhe për fat të keq vazhdojnë të jenë viktima të konflikteve, dhunës dhe urisë në shumë pjesë të botës. Kjo vepër artistike vjen si një kujtesë e heshtur për tragjedinë e Holodomorit, urisë të viteve 1932-1933 në Ukrainë, që mori miliona jetë, përfshirë edhe ato më të pambrojturit, fëmijët. Kjo vepër përfaqëson jo vetëm dhimbjen historike të popullit të Ukrainas, por edhe forcon kujtesë, por edhe forcën e si komunë e Çajirit, një hapësirë e përbashkët ku jetojmë komunitete të ndryshme në harmoni dhe respekt të ndërsjellët, ne kemi për obligim moral të qëndrojmë krah nismave që mbrojnë paqen, lirinë dhe kujtimin e viktimave të çdo padrejësie historike. Parku Ukraina që më shiron një miqësi të sinqertë mes popujve tanë. Dhe me këtë skulpturë që vendosim sot, ne e pasurojmë këtë park me një dimenzion të ri, atë të solidaritetit dhe reflektimit të thellë. Krizat humanitare dhe urrëtia ende gjejnë vend, kjo ngjarje është një thirrje e qartë, të mos harrojmë, të mos rrim indiferent, të jemi gjithmonë zë të paqes dhe veprim të ndërgjegjes. Ju falenderoj të gjithëve për praninë tuaj, falenderoj në mënyrë të veçantë ambasadorën e Ukrainës, zonjën Larisa Dir, për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe këtë iniciativë fisnike. Le të jetë kjo skulpturë një gur themeli kujtesës kolektive dhe një premtim i përbashkët se në këtë vend, në këtë komunë, ne do të qëndrojmë gjithmonë në anën e paqes, të jetës dhe të dinjitetit njerëzor.